Dhe nisim me Albanën, me recetat që ka menduar Albana për ju sot, si pratë fundjavë, mirëmëngjes dhe mirë se të gjeta. Çfarë ishe duke bërë, po bën gati produktet, çfarë do të tregojmë sot zonjave tona? Shplava orizin mirë, sepse është kushti i parë që orizi shplahet mirë, derisa ai uji të jetë i kulluar. Edhe i kulluar fare nuk mund të jetë, sepse ju e dini shumë mirë që uji i orizit ka një ngjyrë pak si e veshur. Po. Pak si e veshur. Si mjegu, si... Pra, e lë derisa të më thahet pak fare, të kullojnë të gjithë ujrat me sakt. Tu unë kam vendosur mishin me lëng që ka zier. Kam shtuar pak fare krip. Pe mbyll. Kam sheqerin kaf, prandaj nuk po them dhe recetën. Rushin e thatë, pak krip. Kam kanell edhe gjalp. Atëherë të gjithë të përbërë, çfarë bëjnë? Dhe hapi recetën e kabunis. Përshëndes zonjën Diana, se zonja Diana e ka kërkuar që ditën e hën kabunin. Edhe i kam thënë deri të premten do ta kesh. Pra është enkas për zonja Dianën. Ne e mbajmë fjalën, është një recetë, domethënë ka atë shijen mes të ëmblës dhe të kripurës, një shije ndërthurë, por shumë e shishme dhe shumë e pranueshme. Këtë të ëmblën ja jep rushi thatë, ndërsa kanella e ekuilibron. Plus që orizi, lëngu, del një recetë perfekte. Ne do të asillim sot shumë thjesht, kaq përbërës sa lexoi Albana, nuk ka të tjerë shtesë, madje edhe në listën tonë do t'i tregojmë pak më vonë produkte, se tani është hapi parë që do të veprojmë me shkrirjen e gjalpit. Shkrirja e gjalpit, do të ordisim orizin. Do të shtoj pakës fare vaj. Bëjt një shkrirje shumë e mirë. Nëse ju doni një gatim që t'jetë, kur themi, i mirë. I ngrënshëm, themi. Po. Nëse unë do lejoj që gjalpi të digjet, dhe do të shtoj orizin që ka, sado që e ka lakështire, ka ujin, unë ja ta lëptu se mbase e pengon. E lë derisa të përthithen, se erdhi një zog dhe më tha në vesh që dikush ka ditëlindjen. Ty të vinë këshu... Një zog. Zdojsh nga lakë. Ka është Instagrami atje është. Edhe 100, qofsh i lumtur. Ne kemi fatin që jemi një staf kështu si familje, dhe bëjmë qoka, urojmë, qërasemi, gëzojmë, si për veten tonë. Po isha në dilem, ti them emrin, mos i them, se është i këtru, si ka qefto. Po. Nuk i ka qefto. Edhe 100 gabri, edhe 100. Andej mrapa. Ta gëzosh ditëlindjen një prej pjesës së tonë të stafit, që sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme e domosdoshme, dhe Albana është qokatare, përfundimisht. Faktikisht, unë fillimet e mia, sepse normalisht është viti 4, unë i kam filluar me këtë njeri. Gjë që nuk e di, detyra ime morale dhe shpirtërore është që si dhe me madhja që jam, sepse jam dhe nëna e ti në mosh, më pëlqen që ta bëj qokën e para. Edhe 100 edhe 100 të uroj me gjithë shpirt. Imagjino tani që nuk vendosim dot muzikën, se i bie që jam... Ne të tjerët vendoset prej ti, ne nuk e vendosim dot, kështu që e mendoni vetë pastaj. Happy birthday. Atëherë, prandaj zgjodhe këtë recetën ti. Jo, nuk e zgjodha fakt, nuk e zgjodha. Po kjo bëheshe për njerëzit e pushtetshëm dikur. Kabunia. I pushtetshëm qofsh. I pushtetshëm qofsh të jetën tënde. Atëherë, kabunia. 100 herë dhe mos më provokon me fjalë. Ose të rastisin ty recetat, ose i zgjedh vetë. Rastisi. Tash, ma kërkoj zonja Diana dhe e lash për të premten unë. Atëherë këtë kabunia shiko, më duhet, e them vazhdimisht shpesh, derisa në gatime disa duhen që të djersiten. Pra, është gjalpi, të iki lakështia që kam të orizi, i shtoj shumë pak ujë, se kam lëngun e mishët këtu. E dim shumë mirë, receta është 2 me 1. Një oriz, 2 ujë. Ka që ka nevoj kjo oriz, mundoni që orizi të jetë gjithmonë të jetë kokur mbullak. E lë, dhe do t'i shtoj
të masën e ujë që kam këtu, të lëngut mishit, patjetër. E kam kompresuar pak me ujë. Nuk është e nevojshme që marrim me zije mishin, marrim ujin e kullojmë, përse ta kullojmë në lëngun e mishit. Po patjetër, përderisa unë do ta marr, do ta coptoj mishin, përse do ta kulloj lëngun? Sepse e shoh në shumë receta që kur të shtohet mishi, marrim, kullojmë ujin, coptojmë mishin dhe e shtojmë, absolutisht. Në një vend do jenë. Absolutisht. E lë të më zihet pak duke i shtuar pakës krip, se në të kundërt ma do më dalë sultjash, po të kem vetëm sheqerin. Po, normal, duhet bëjmë ato ekuilibrin e dy shijeve kryesore, bazë. Shtohet sheqeri kaf, është një gatim që shtohet me shtresa. Pra vendoset shtresa parë, sheqeri kaf, pjesa e rushit të thatë, dhe rushi i thatë du të jetë pa bërtham, dhe normalisht në shumicën e rasteve rushi i thatë është zgjidhet, rushi është pa bërtham. Po, i till, enkas, ose E lë, kjo ngjyra, ose ai ziu apo është më i ëmbël ai. Të dyja llojet e ngjyrave, edhe nëse shtoni boronis, për mua nuk ka fare problem, sepse dhe boronica bashkë me rushin kam pak pothuajse të njëjtën shije. Më pas kur filloni dhe shtoni jo stikat janë dhe që kërkoni ta bëni pak më moderne, po gjë shije duhet lidhen. Nuk mund të vendos stika, nuk mund të vendos lajthi, edhe çfarë të dua. Ndryshojnë shijet dhe ne duam që shijet të jenë vërtet të jenë në tradit, mund të shkojmë me një ose me dy përbërës, por që këto dy përbërës të lidhen me njëra tjetrën. Po. Se do njerë kur bëjmë këtë kombinimin e gabuar, jo vetëm tek shija ndikon, por edhe tek tretja. Po që do, bravo. Edhe tek perimet, edhe tek frutat. Kjo është më kryesorja. Do të kemi kujdes në mënyrën se si i kombinojmë edhe ushqimet. Tani, marr. Pjesën e mishit, ne kemi sjell një pjesë, një copë mishi, mish viçi, që kemi zier paraprakisht. Faktikisht, dhe mirë do të jetë me mish qingji, qafa, por pjesa osobukës me qafën kanë 1% shije, ose merrni të mirë fill që kanë shije, por është kjo e zëvendëson më së miri pjesa osobukës. Osobukë është pjesa më e mirë tek mishi i qingjit. Mishi i qingjit, okej. Pra, pak a shumë do të presim sa orizi të zjej, diku te 15 apo 20 minuta, paralelisht uji i mishit, lëngu i tij shtej nxehtë. Dhe coptojmë në copëza të vogla pjesën e osobukës. Kemi për të shtuar rushin e thatë, sheqerin kaf dhe kanellën. Unë do të bëj një përmbledhje tani të kabunisë, se disa përbërësve që i kishim edhe në tryezë dhe nuk i kemi përfunduar ende, ju duhet 300 gram oriz, kokër rrubullakë të bardhë, 400 apo 500 gram mish qafe dashi, ose mish me pak dhjam, 100 gram rush të thatë pa fara, 120 gram sheqer kaf, një lugë gjelle kanellë pluhur, 100 gram apo 120 gram gjalp dhe krip. Tërse ishte ëmbëlsirë, po thonë andej. Jo, është pilaf. Kabunim. Pilaf, si kërkonin pashallarët. Direkt tjetrit e ëmbëlsira, do të s'ka. Nga që pak sheqer kafe dhe pak... Po këshu e ka tradita e kabunis. Kjo recet këshu gatuhet. Ka edhe sheqerin dhe kripën edhe rushin e thatë. Unë e di shumë mirë që Anvisa do thonë, me mish dashi, dhe pse ne e shkruajmë, dhe pse ne e sqarojmë disa herë për shembull, më ka ndodhur që pa tjetër pra ne e sjellim dhe në versionin kur ti nuk e ke atë mish. Dhe fund e fundja, mishi i dashit, tani për këtë kohë për shembull, nuk e kishte sjell bariu ende nga kullota. Dashi bëri filma, edhe iku, tha Dashi, tha i la vendin Briciapi, tha më jem Briciap. Se dia, do gjesh një dash të mirë ose nuk e gjen kollaj tani. Bëj dashur prap. Kur i gjejmë të mira, i sjellim në versionet kur juve ju mungon për shembull, nuk keni mishin e dashit. Jo të gjithë kanë mundësinë. Po jo se ka njerëz që lexojnë ato recetat. Edhe po, lexojnë recetat në përgjithësi, thonë recetat që kjo bëhet me mish dashi dhe e lëm pa gatuar recetën, ndërkohë që nuk e dim që opsioni tjetër mund të jetë dhe me mish viçi, pjesa e qafës ose. Shtojni gjalpin
por gjalpi të jetë cilësor. Pra këtu është sekreti. Shtojni gjalpin dhe gjalpi të jetë cilësor. Të jetë gjalp i zier. Të jetë gjalp i zier. O, pe largoj. Erdha prap. Duke u zier orizi, fillon edhe do të shtoj një pjesë të sheqerit kaf, një pjesë. Të tjetër në dua për shtresën. Sikurse rushën e thatë do t'i shtoj ujë e lë këtu. Një pjesë kanele. Sërisht. Tani këtu kemi krijuar atë idenë, shijen, aromat e kabunisë së vërtet. Do të shtoj. Një sekond, pas kam edhe pak. Pas kam edhe pak punë. Se pas që nuk është. Po, sepse copëzat e mishit duhet të jenë. Copëzat e mishit se ta është. Duhet të jenë të vogla, praktike në konsumim. Mësin ca të mëdha, ca të vogla, dhe ja, gati janë për racionin dhe orizit që po zihen. Kjo është një prej recetave më të shijshme të gatimit të orizit. Forma e kabunisë, që është një recet shumë e vjetër që nga Perëndëria Osmane deri në ditët e sotme ka mundur të ruhet përmes traditës, familjeve, shefave të kuzhinës, duke mos e ndryshuar, përveç se lloji të mishit, siç themi ne, që e testojmë me mishin e viçit, nga receta origjinale që mund të jetë me mishin, siç tham, mishin e dashit. Po të doni ju, e gatuani në tenxhere ose në të kundërt të vendosni edhe në furrë. Pra duke vendosur shtresa. Por ne kemi gatuar një pjesë të vogël, kështu që edhe në sopë, në tigan, mund ta lëm të përfundoj procesin, ta lëm të ziej siç duhet dhe në minutazhin e duhur orizin, e bëjmë dhe një trazim të shpejtë. Çfarë doja të thosha unë? Çfarë doja të thosha unë? Se është edhe që i harrojmë edhe atë që do të themi. Dikur, kabunia bëhej më e mirë. Do thoni ju pse? Patjetër që dhe pse ne kam. Sepse ai panxhari, sheqeri që dilte nga panxhari, ishte bio. Jepte shije akoma dhe më të veçantë. Duke pasur një ndryshim me sheqerin kaf. E kemi thënë shumë mirë që ne kemi edhe produkte, por që janë dhe pak industriale. Po sigurisht. Dhe sa kur tash gjalpi nga dikur deri më sot çdo gjë ka ndryshuar. Nga dikur ushqim nuk ka shijen e mëparshme. Këto jemi të ndërgjegjshëm edhe e dim shumë mirë se themi ne s'janë më këto ushqime si dikur. Aromën, shijen, që nga toka që ka ndryshuar. Derisa unë të filloj me përzierjen të kem atë një trajtshmërinë. Të unifikohen të gjithë produktet. Do t'i shtoj të gjitha, dhe më pas do t'a vendos në furrë. Sepse më pëlqen që t'a bëjmë të kollajt. Nuk dua ta ndërlikoj, sepse ju nuk e meritoni gjërat e ndërlikuara. Nuk besoj se kemi për të shtuar produkte të tjera, që ne të tregojmë deri hapin e fundit dhe më pas të rikthehemi pas shkëputjes tonë të radhës. Sheqeri në fund fare dhe asgjë tjetër. Po. E provojmë, rregullojmë dhe shijen. Kjo ishte pra kabunia. Recetë e thjeshtë, e shijshme. Mirë se erdhët në pjesën e dytë të gatimit tonë në Reze Dielli. Kemi përgatitur për anvisat që sapo e kanë hapur ekranin e Report Televizion kabunin. Ka përfunduar, vjen një aromë dhe një shije fantastike dhe po e kuptojmë ne që orizi apo çdo gatim me të është i duhuri në raportet me lëngun, me ujin që përdorim, pikërisht te grobzat që krijohen, siç themi ne pilafi me vrima në gjuhën popullore. Dhe këtë na jep si ndikohemi që themi ne është i duhuri. Po i duhuri është dhe në shije, i duhuri është dhe në aromë. Shifeni pak se sa i shkrifët, kokra ka qëndruar më vete, e pa ngjitur, e aromatizuar me këtë kanellën, me shijen e rushit të thatë,
me pak sheqer kaf, është perfekte për të nderuar dhe për të kënaqur stomakun. Atëre, që ta kem paralelisht dhe mos të vënohem. Te krushi do të shtoj? Në një shtesë që t'i bëjmë neve, pasi kemi gatuar kabuninë, në fund fare. Ka që më duhet. E dini shumë mirë. Vendosim, Ke drithrat, kudo, e vendosim. korizi. Letra alumini dhe i kemi në rregull. Sepse tani nga vapa krijohen ato fluturat e vogla, insektet e ndryshme që zënë zakonisht paketimet tona me miell, me oriz, drithra, me radhë, deri te sheqeri, çfarë do lloj gjë tjetër që ju keni vendosur, mirë është të ruhen kështu në qelç dhe të vendosen në të një shuk kështu me letër alumini. Do bëjmë ato servirjen e duhur. Deri këtu ja lejojmë vetes ta kurojmë edhe pjatat dhe mënyrën e servirjes. Jo se është ndonjë punë e vështirë, në një tas të vogël, tasi i kosit për shembull, që quhet ose i salcës, kujt unë, çfarë tasi kemi në shtëpi, e mbushim plot e ngjeshim pak. Ja, më shumë të thjeshta gjërat. Mundohuni, mos ja ndërlikoni jetën vetes tuaj. Po sepse e çoj për 2 persona, për shembull, prandaj kam dhënë një pjatë më të madhe. Mbush, thash se ka për vete, kam menduar që. Po të për vete, pse? Kam thënë shpeshherë këtë. Pra se vetëm fëmia, lugën e çonte goja vetë në kopësh, nuk e çonte goja shokut. Le të marr një pjatë këtu që kam një pjatë më të madhe, se ta servirim. Një sekond. Vendosim përmbys dhe shumë kollaj. Aty në qendër dhe urdhëro. Shikoni, duket edhe rushi that, pjesa e mishit, e kanellës, pastaj për aromat nuk di t'ju them. Edhe për shijen. Edhe në çik rush të thatë sipër dhe ju bëft mirë kush e gatuan këtë recetë në shtëpi sot. Kaq. Të lumshin duart. Po vendosim? Largojmë. A vendos këtu përpara? Okej.